Këtu është horoskopi i hënë 29 shtator 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Dashuria bëhet sërish protagoniste dhe me një njeri peshore apo shigjetar mund të përjetonin ndjesi vërtet të veçanta, intuita të vlefshme në kontekstin e punës. Demi. Projektet dhe risit në horizont në muajt e ardhshëm do të sjellin sukses të mirë personal. Për dashuri në këtë moment jeni plot energji dhe mund të zgjidhni problemet e vjetra. Binjakët. Ju keni dik në krah sot. Ata që kërkojnë një lidhje ose pasion duhet të ekspozojnë veten, një dashuri e kaluar mund të kthehet edhe. Zemra është ndarë midis emocioneve të ndryshme, gjërave të reja nëse i dëshiron. Gaforja. Është e mundur që këto ditë të jeni pak të shqetësuar për çështje praktike. Lufta e ftohtë në dashuri. Luani. Mund të arrijnë komunikime të rëndësishme. Kini kujdes të mos paraqitni keq gjërat, mos e mbivlerësoni një njeri. Për fat të mirë ju jeni në një gjendje të mirëqenies, energjia vjen. Virgjeresha. Ju nuk keni dëshirë t'i mbani gjërat brenda ashtu si ato në të kaluarën. Nëse ajo ka munguar kohët e fundit, mund të rikrijoni një mirëkuptim të caktuar me partnerin tuaj. Më mirë të jesh aq i vendosur dhe i sjellshëm sa di të jesh, por mos mendo gjithmonë për paratë dhe çështjet e punës. Peshorja. Ka qenë një udhëtim me gunga që jetoi deri më tani, edhe çifte që janë bashkuar muajt e fundit u është dashur të punojnë shumë, më shumë maturi në marrëdhëniet me Demin dhe Peshin. Akrepi. Dashuria është romantike dhe pasionante, mund të lindë për një person të largët, në moshë të ndryshme ose të lidhur, kushtojini vëmendje asaj që bëni. Takime, marrëveshje, veprime të favorizuara. Trupi është i testuar sepse së fundmi angazhimet janë dyfishuar. Shigjetari. Ju pëlqejnë dashurit konkurruese, por nëse keni të bëni me bricjapin ose akrepin ka shumë tension dhe duhet të përpiqeni të kapërceni disa probleme. Bricjapi. Mos prish gjithçka me një qëndrim polemik deri në fund të hidhur, kjo pasdite është e vëmendshme, vëmendje e dyfisht për një njeri të virgjëreshës ose akrepit që nuk ju kupton. Ujori. Ju nuk dini si të bëni asgjë, por do të keni të drejtë të pushoni. Mendoni të shtyni takime të rëndësishme për nesër. Peshqit. Vuajtja dhe pasioni janë motivet dominuese të marrëdhënieve tuaja të dashurisë. Mund të filloni përsëri, por vetëm nëse jeni të bindur se po e bëni atë. Puna kërkon pak. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.